Aktualisht jemi në një situatë urgjente për të shtu numrin e inspektorëve, sepse ka regione që mbulojnë vetëm nga 2 inspektorë dhe kjo është tepër pamjaftueshme. Për shkak të kompleksitetit që ka dhe mandatit agjencia që lidhet direkt me jetën dhe shëndetin e qytetarëve, shëndetin e bimëve dhe shëndetin e kafshëve, është urgjente që ne të rekrutojmë staf të ri. Kemi paraqit kërkesa në vazhdimsi pranë institucioneve dhe mekanizmave tjerë shtetëror, të cilët duhet bëjnë lejimin dhe aprovimin e këtyre pozitave dhe deri me tani nuk kemi marrë. Ne shpresojmë që sa më shpejt të punësohen inspektorë që ne të arrijmë të përmbushim mandatin ton ligjor që kemi. Imagjinoni ne duhet t'i kontrollojmë gjitha thërtorët gjatë gjithë kohës sa ato ushtrojnë therrje, e po ashtu të njëjtë inspektor duhet të kontrollojnë gjitha fabrikat e përpunimit dhe paketimit gjitha produkteve me origjinë shtazore, e të njëjtën kohë edhe pikat shitsa apo marketet për gjitha këto produkte. Në anën tjetër është me legje përcaktuar që të krijohet një trup e re, që inspektorët do të quhen inspektorë të sigurisë ushqimore, e cilët deri me tani nuk është rekrutuar apo nuk është inspektuar, nuk është punësuar asnjë inspektor në këtë fushë. Ne po mbështetemi nga inspektorate tjera, siç është inspektorati sanitar në kuadrat e Ministrisë së Shëndetësisë, por kjo është e pamjaftueshme që ne të arrijmë të përmbushim mandatin ton ligjor që kemi, që në çdo kohë produktet të cilat dalin në treg duhet të jenë të kontrolluara dhe të përmbushin gjitha kriteret ligjore të sigurisë. Andaj ne kërkojmë që sa më shpejt të ofrohet mundësia që ne të rekrutojmë staf të ri, i cili do të jetë në shërbim të konsumatorëve tonë. Ne aktualisht jemi rreth 70, duke përfshirë edhe inspektorët të cilët permanent duhet të qëndrojnë në pika kufitare dhe terminale doganore, dhe fushën e kontrollit kufitar jemi duke mbuluar mirë, sepse asnjë ngarkesë nuk mund as të zhdoganohet pa ushtruar kontrolli nga inspektorët tonë, por në kontrollin e brendshëm kemi mungesa dhe jemi në situatë emergjente sepse në shumë fusha nuk po arrijmë të kryejmë kontrollet e nevojshme siç përcaktohen me ligj. Andaj kemi nevojë për shtim të numrit të inspektorëve në sektorin fitosanitar që të kontrollohet shëndeti bimor, kemi nevojë për shtim të numrit në sektorin veterinar, e po ashtu një numër prej rreth 20 apo 30 të na ofrohen si inspektor ekskluzivisht që do të merren vetëm me sigurinë ushqimore dhe do të jenë të fokusuar vetëm me produktet e gatshme të cilat gjenden në treg. Ende nuk kemi marrë ndonjë aprovim që ne të nisim fazën e rekrutimit, gjithmonë premtimet, domthonë kjo është në vazhdimsi që merren që po, por ende deri me tani nuk kemi marrë ndonjë aprovim zyrtar me të cilin ne mund të fillojmë procedurat e rekrutimit. Andaj kjo është një kërkesë e kahmëshme dhe është duke u rrit nevoja për inspektor, sepse një pjesë e stafit ose ka lënë punën në agjenci ose kanë dalë në penzion dhe ne nuk kemi arritur që as këto mungesa që as numri që kanë qenë ta ruajmë, andaj ne kërkojmë që urgjentisht të na lejohet të aprovohet kjo, sepse inspektorët e agjencisë janë sektor krucial për të ruajtur shëndetin dhe jetën e qytetarëve.